Fillimisht në një tenxhere më të vogël do të shtojmë 100 gram me gjalp ose margarinë. Mund të përdorni cilën do që ju keni dëshirë, unë po përdor gjalp të pakripur. Tani tek gjalpi do të shtojmë 150 ml me qumësht. I vendosim në zjarr mesatar dhe prisim derisa gjalpi të shkrihet tërësisht. Tani marrim një inë më të thellë dhe aty përsëri do të shtojmë 150 ml me qumësht. Tani tek qumështi do të vazhdojmë që të shtojmë një pako me shllak krem. Pra nuk është shllak pina, dallon, kjo është shllak krem, është më e trashë dhe ka aromë të vaniljes. Nëse në vendin ku ju jetoni nuk mund ta gjeni si produkt këtë pluhur, atëherë do ta zëvendësoni me hoplla ose krem pana për ëmbëlsira. Në total do të përdorni 250 ml krem pana dhe do ta rrahni me mikser derisa të formohet një masë e trashë. Tani vazhdojmë që te qumshti ta shtojmë paketimin e shllagut. Tani vazhdojmë dhe e rrahim me mikser për 2-3 minuta derisa të formohet një krem. Pasi e kemi përzier mirë shllagun, vazhdojmë brenda të shtojmë krem lajthie, Nutella, çfarëdo lloj kremi që ju gjendet në shtëpi, dhe në total do të shtojmë 2 lugë gjelle. Përzijem tani me lugë derisa kremi të bëhet bashkë me shllagun që e kemi përgatitur. Si e kemi përzier mirë, tani vazhdojmë që t'i shtojmë biskutat e bluara. Në total, biskutat bluara do të përdorim 300 gram. Vazhdojmë shtojmë edhe një pako 100 gram me kokos. Tani sipër vazhdojmë që t'ju hedhim gjalpin e shkrirë bashkë me qumshtin. Tani vazhdojmë përzijem mirë derisa të shohim që kemi formuar një masë të mirë homogjene, cilën do të mund që ta formojmë lehtë. Nëse për ndonjë rast ju bëhet masa më e ngurtë, më e trashë, mos u shqetësoni, shtoni pak qumësht dhe do ta zbutni, por shtoni qumshtin me kujdes. Nëse ju ka mbetur e hollë, mund vazhdoni që të shtoni shumë pak biskuta ose shumë pak kokos, varet nga shija e juaj. Vazhdoni një herë me lugë derisa të ftohet gjalpi, pastaj vazhdoni me dorë. Ashtu do ta kontrolloni, më vazhdojmë me dorë. Në këtë mënyrë, siç ju thash, kontrollohet më lehtë brumi dhe mund ta vrejmë që brumi është fiks, pra nuk është as i trashë, as i hollë në rastin tim. Dhe tani nga brumi që kemi përgatit, marrim dhe formojmë topa të vegjël. Mund t'i bëni të vegjël apo të mëdhej sipas shijeve të juaja. Unë pasi po i përgatis për fest, do t'i bëjmë më të vogla, përshtatshme për një person. Vazhdojmë në këtë mënyrë, i japim formë gjithave një nga një. Kështu duken gjitha, pasi i kemi renditur në një tel, dhe tani do të vazhdojmë që t'i dekorojmë. Dekorimin mund t'a bëni sipas dëshirës së juaj. T'i rrotulloni në kokos, t'i rrotulloni në ara, ose t'i zhysni në çokoladë. Mua më pëlqen që t'i zhys ato me çokoladë, sidomos kur i përgatis për mysafir. Tani në një inë do të vendosim 200 gram çokoladë dhe vazhdojmë që te çokolada të shtojmë 2 deri në 3 lugë gjelle me vaj. Vaji do ta bën që çokolada të shëndrit dhe të shtrëngohet më shpejt pastaj tek bombicat. E vendosim në zjarr mesatar dhe prisim derisa çokolada të shkrihet, por mos lejoni që të bëhet shumë e shkript. Pra kur ta vreni që disa copa të çokoladës kanë mbetur të pashkrira, largoni nga zjarri, vazhdoni përzijeni me lugë derisa të shkrihen tërësisht edhe ato. Pra në moment që disa pjesë të çokoladës kanë mbetur pashkrir, e largojmë nga zjarri, në këtë mënyrë çokolada mbetet e trashë dhe do të mund që t'i rrotulloni më lehtë bombicat. Dhe të dashur miq, bombicat janë gati. Me të vërtet kanë një shije jashtëzakonisht të mirë. Ju sugjeroj të t'i provoni edhe ju, sepse jam e bindur që do t'i pëlqeni shumë. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.